Pra vetëm i marrim ata dhe i sjellim. Ja i sollëm ne. Do t'i vendosim, ta të Anglisë, ta të Greqisë, se kemi marrë nga Greqia, ta të Turqisë, ta të Italisë, dhe ç'a bëhet atje brenda? Ç'a bëhet? Shiko, ata nuk janë profesor, doktor. Se kemi dhe një hall tjetër, ne po punsojmë nga India, nga vende të ndryshme që gjysma e shohim në Shqipërinë si trampolinë, do të thënë vinë gjasme me këto. Ky është problem tjetër. Po pra, po shiko se sa shumë flukse janë, që po t'i bësh të gjitha bashkë. Unë po të flas për një vend si ta që Shqipëria janë diabolik, që u punon mendja vetëm përdor një shprehje të njërit nga burgoset më të famshëm që është tashmë aty, dhe ju bëj kohë gjatë, pastaj nga më të gjatët që qëndron në burg, të gazment të Gaxhaj. Gaxhaj thotë detyra ime është arratisem, detyra juaj është marruani. Pra, këta që janë aty, nuk janë nga këta të dritave që varin veten në qeli, që i fusin brenda ne, dhe ai shkreti i shembet çatia mbi kokë. Këta të tjerët janë të rregjur me vaj me uthull. Dhe këta janë të aftë, në çdo moment thash që të gjejnë pikat e dobta të sistemit dhe ta cënojnë sistemin. Dhe ne nuk mund të trajtojmë ata si të dënuar të thjesht. Pra, duhet ta shohim dhe në këtë gjë, sepse do më kujtosh çdo fjalë që po them kur të ndodhi çudia atje brenda, larg qoftë jo me pasojë të rënda.